Turizmi shqiptar ka parë një hovë të ndjeshëm me një rritje për 7% të turistëve të huaj nga viti në vit, sipas Ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sporteve të Shqipërisë, Lendi Gonxha, shkruan faqeënor për turizmin global. Nga janari i vitit 2025, vendi regjistroi 11.137.328 turistë ndërkombëtar, një dëshmi e potencialit në rritje të turizmit ndërkombëtar të vendit. Ky trend vazhdoi në tetor me 908.642 vizitorë, duke konfirmuar më tej se turizmi shqiptar ka filluar të stabilizohet duke ofruar turizëm gjatë gjithë vitit. Edhe pse tetori nuk është një muaj turistik veror dhe ishte muaj me numrin më të ulët të vizitorëve, të dhënat tregojnë një vend që punon me sukses për të zgjeruar sezonin e tij turistik, duke ofruar mundësi pushimesh gjatë gjithë vitit, duke e bërë Shqipërinë një destinacion në rritje. Rritja e turizmit nuk ka ndikuar vetëm në brigjen me diell të Adriatikut dhe Jonit, por edhe në vendet e pasura kulturore, me historikët e vendit, me vizita të vazhdueshme nga turistët ndërkombëtar gjatë gjithë vitit. Bregdeti Adriatik tërheq turistët gjatë gjithë vitit me vendpushime bregdetare të njohura, duke përfshirë Velipojën, Shëngjinin, Durrësin, Vlorën, Himarën dhe Sarandën. Këto destinacione kanë tërhequr prej kohësh pushuesit e verës për klimën e tyre të ngrohtë dhe me diell, plazhet e bukura, urat kristalore dhe qytetet piktoreske. Destinacioni bregdetar shqiptar ka filluar kohët e fundit të tërheqin turistë edhe jashtë sezonit fal hoteleve dhe infrastrukturës së re dhe të përmirësuara si dhe iniciativave që synojnë tërheqjen e vizitorëve në rajon. Interesi në rritje për turizmin jashtë sezonit po kontribon më të madh të turizmit në Shqipëri, gjë që përfaqëson një hap drejt në turizmin më të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Për vizitorët që kërkojnë më shumë se sa thjesht pushime në plazh, ka aktivitete të tjera aventureske dhe ekoturizmi, si ecja në natyrë dhe ciklizmi, si dhe vëzhgimi i zogjsh në parqet kombëtare të Shqipërisë dhe malet e pastra. Këto aktivitete janë të njohura gjatë muajve të ftohtë dhe janë një mundësi për ata që duan të shmangen plazhet e mbushura me njerëz në verë. Për te vijës bregdetare me plazhet Mahnice, vendi ofron mundësi të shumta për të eksploruar kulturën dhe historinë e tij. Ky popularitet në rritje ka çuar në turizëm gjatë gjithë vitit. Gjirokastra, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tërheq dashamirësit e historisë në qytet gjatë gjithë vitit. Arkitektura osmane e ruajtur shumë mirë dhe strukturat e lashta tregojnë historinë e qytetit, ndërsa kalaja e Gjirokastrës, muzeu etnologjik dhe shtëpia e Zekatëve janë atraksionet kryesore. Një tjetër qytet që mishëron historinë dhe arkitekturën është Berati, e njohur si qyteti 1/1000 dritarëve. Qyteti është gjithashtu një destinacion popullor turistik. Në kalan e Beratit, muzeun kombëtar ikonik Onufri dhe lagjen Mangalem mund të zhyteni në historinë dhe bukurinë e jashtëzakonshme të qytetit. Ndër qytetet shqiptare, Berati pritet të shkëlqitet të dallohet si një qytet i pasur me kulturë dhe turizëm deri në vitin 2025. Qyteti krenohet me një trashëgimi të lashtë arkitekturore, një shumëllojshmëri ndërtesash fetare dhe peizazhe mahnice me male imponuese. Gjithashtu i vendosur pranë bregdetit Jon, Butrinti është një qytet i lashtë romantik dhe grek, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s me rënojet e tij të mrekullueshme, një amfiteatër të lashtë romak dhe tempull grek. Butrinti tërheq historian dhe kurioz nga e gjithë bota dhe ofron një pamje të pasur të së kaluarës së lashtë të Shqipërisë. Kruja, një qytet me rëndësi të madhe historike dhe qendrat e luftës së Shqipërisë kundër perandorisë osmane, tërheq gjithashtu një numër të konsiderueshëm turistësh. Muzeu Skënderbeut dhe kalaja e Krujës tregojnë historinë mesjetare të vendit dhe veprat heroike, duke e bërë atë një destinacion ideal për turistët e interesuar për identitetin dhe historinë e vendit. Shqipëria është më shumë se sa pushime relaksuese. Rritja e vendeve kulturore dhe historike dhe zhvillimi i infrastrukturës po u ofron udhëtarëve pasurim kulturor për gjatë vijës bregdetare Mahnice. Për këto arsye, Shqipëria do të jetë një destinacion kryesor udhëtimi në Evropë në të ardhmen në